Përshëndetje të gjithëve, faleminderit Xhabir. Sot jemi mbledhur këtu të gjithë që ta paraqesim dhe ta prezantojmë programin ton 9 ditor në suaza të javës së të drejtave të lirisë dhe të drejtave të njeriut, e cila është edhe ditën ndërkombëtare me 10 dhjetor. Ne do të fillojmë me ditën e sotme dhe do të vazhdojmë plotësisht 9 ditë me aktivitete, të cilat do t'i numëron pak më vonë kolegja ime Bibe, ndërsa unë tani do të tregoj se si e kemi parapar këtë program strategjik 9 ditor. Ndërsa e vërteta vjet në pikpyetje dhe të drejtat e njeriut kërcënohen, ndërsa demokracitë në mbarë botën përballen me presionin e luftës, autoritarizmit dhe operacioneve hibride, Civil Qendra për Liri sot paraqet programin e titulluar Mbrojtja e demokracisë, horizontet e lirisë. Ky është siç thash, një program 9 ditor strategjik, qytetar, multimedial, I cili e shënon javën e të drejtave të njeriut të vitit 2025. Programi është në suaza të projektit Naviguesi Demokratik, I mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë dhe I realizuar në bashkëpunim me partnerët tonë ndërkombëtar, Nisma Globale për Mbrojtjen e Demokracisë, Aleanca Westminster për Ukrainën, Media Dialog, Youth for Media, Forumi I Ri Evropian I Popullit, Shoqata Jean Monnet e Francës dhe Centro Studi Internazionali e Italisë. Horizontet e lirisë bashkojnë ekspertizën, kreativitetin, aktivizmin dhe pjesëmarrjen qytetare përmes një programit të larmishëm, një veprimi intenziv mediatik dhe si dhe patjetër jetëzimin në shumë nivele, siç është angazhimi rinor, do të ketë tryeza analitike dhe skenariste, do të ketë art publik dhe shprehje qytetare, si dhe në fund do të kemi parafundi do të kemi një konferencë ndërkombëtare të nivelit të lartë, edhe kjo do të mbahet me 12 dhjetor, më vonë pak do ta tregojmë krejt programin. Ky program sjell së bashku aktor vendor, rajonal dhe global që do të përpiqen do të kenë një përpjekje të përbashkët për të ekspozuar luftën hibride, forcimin e qeverisjes demokratike dhe riafirmimin e dinjitetit njerëzor. Duke u mbështetur në botimet e mëparshme të rëndësishme të civilit, mbrojtja e demokracisë dhe të drejtave të njeriut përballë luftës, nacionalizmit dhe autoritarizmit, kjo është një ngjarje që u mbajt vitin e kaluar në dhjetor, po në dhjetor vitin 2024, publikimi global udhërrëfyes Mbrojtja e demokracisë dhe të drejtave të njeriut, e cili u botua në mars të vitit 2025 dhe fushbeteja e së vërtetës, që ishte fiks para një muaji në tetor. Dhe të gjitha këto formsojnë një platformë multidimensionale përballë realiteteve të manipulimit të drejtuar nga inteligjenca artificiale, dezinformimi, ndikimi autoritar dhe agresioni geopolitik. Ky program 9 ditor e rikoncepton kuptimin e qëndrueshmërisë në një kohë ku lufta është njëherësh kinetike dhe njohëse dhe ku lufta për të vërtetë shndrohet në një vijë fronti. Ky program do të përmbyllet me publikimin e raportit për zgjedhjet lokale 2025, zgjedhjet që u mbajtën fiks para një muaji, duke ofruar shumë gjetje analitike nga Civil Qendra për Lirisë, ne siç e dini edhe I vëzhgojmë zgjedhjet me monitorim afatgjat dhe afatshkurt, si dhe rekomandime strategjike që lidhin diskutimet e javës me zhvillimin demokratik afatgjat, llogaridhënien dhe fuqizimin qytetar.